Programi strategjik dhe orientimet e leadershipit të ri të Federatës Panshqiptare Vatra. Doktor Elmi Berisha prezantoi vizionin e ri të Vatrës, seli moderne dhe reforma për vitet 2026-30. Kryetari i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, Doktor Elmi Berisha, ka prezantuar vizionin strategjik të organizatës për periudhën 2026-2030, duke shpallur nisjen e një etape të re modernizimi dhe zhvillimi për federatën më të vjetër të shqiptarëve në Amerikë. Në mesazhin e tij, Berisha theksoi se Vatra do të vazhdojë të mbetet simboli i unitetit kombëtar, mbrojtës i interesave shqiptare dhe forcimit të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, ndërsa do të përshtatet me sfidat e reja politike, ekonomike dhe teknologjike. Një nga projektet kryesore të mandatit të tij është ndërtimi i një selie të re moderne për Vatrën. Sipas Berishës, aktualisht po zhvillohen procedurat për sigurimin e një lokacioni të ri, ku do ngrihet një kompleks që do përfshijë administratën qendrore, muzeun dhe arkivin historik, bibliotekën shqiptaro-amerikane, sallat e konferenca, qendrën kulturore rinore, hapësirë për tekës dhe një qendër studime strategjike think tank. Programi 4 vjeçar parashikon gjithashtu reforma organizative, digitalizimin e administratës, rritjen e transparencës, përfshirjen më të madhe të brezit të ri dhe të grave shqiptaro-amerikane në struktura drejtuese. Në planin ndërkombëtar, Vatra synon të forcojë bashkëpunimin me institucionet amerikane, Kongresin, Senatin, Departamentin e Shtetit, universitetet dhe komunitetin e biznesit, ndërsa do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet e Shqipërisë, Kosovës dhe përfaqësuesit e shqiptarëve në rajon, duke ruajtur karakterin e saj jo partijak. Berisha theksoi se organizata do të investojë gjithashtu në arsim, kulturë, shkollat shqipe, botimet e gazetës Dielli në ruajtjen e identitetit kombëtar me synimin që Vatra të çndrohet një institucion më modern, më profesional, me ndikim tek shqiptarët në Amerikë.